Prefekti e Qarkut Ebi Sallushi ka vlerësuar me certifikat mirënjohje për kontributin e vyer në situatat emergjente dhe në shërbim të qytetarëve zjarfiksin Luan Kapaj dhe specialistin e zonave të mbrojtura Nexhipi Solakoj në një ceremoni të zhvilluar në prefekturën e Qarkut. Në fjalën e saj, Allushi i përshkruan dy personalitetet si njerëz të punës të përkushtuar që asnjëherë nuk kërkojnë reklam, por janë aty në vijën e parë të luftës për të përballuar situatat. Për zjarfiksin Hero Luan Kapaj dhe specialistin e mjedisit Nexhipi Solakoj janë dhënë dhe certifikatat e mirënjohjes me motivacionin për përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar në kryerjen e detyrave. Në fjalën e tyre Solakoj dhe Kapaj e shohin vlerësimin si një nderim për punën. Këtë vlerësim ata ja dedikojnë të gjithë kolegëve me të cilët punojnë dhe familjes, pa mbështetjen e së cilës nuk do të kishin arritur asgjë. Si fillim do më falni për cilësinë e zërit sepse ne zjarfiksit përdori ujë dhe në këtë temperaturë të larta sa i mirë është ujë për fiku zjarrit, aq edhe i devshëm është për trupin tonë kur ne nxjerrim nga kjo temperaturë e lartë. Faleminderit zonja prefekte, faleminderit pranishëm. Marrja e këtij vlerësimi është një rast i veçantë për mua si person, sepse unë dhe kolegët e mi që bëjmë pjesë të shërbimit mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, kemi si mision shpëtimin e jetës së njeriu, të pronës, të gjallë, si dhe të mjedisit nga rreziku i zjarrit dhe rreziqet e tjera të cilat shkaktohen nga dora e njeriut apo nga natyra. Ky profesion që ne bëjmë do na bëjë gjatë gjithë jetës sonë. Faleminderit zonja prefekte, do t'i shërbej vendin tim deri në momentin e fundit të jetës time. Në fakt, me çfarë shoh që ato shëran gjithë miqtë e mi dhe këtë punë ose këtë voluntarizëm që unë bëj për jetën e njerëzve të policëve nuk e bëj dot pa pasur prezencën e policisë apo të zjarfiksis apo stacionit të policisë Orikun dhe mbi gjithë ato kolegëve të mi dhe gjithë mirëkuptimin e familjes time. Ju falenderoj për këtë vlerësim, mendoj që nuk është fundi i këtij rrugtimi tim, pikërisht për jetën e këtyre vizitorëve të policëve në zonat e Vlorës. Faleminderit. Përgjatë ceremonisë kanë përshëndetur dhe përfaqësues të institucioneve, si dhe kolegë të tyre. Së të dy herojve të hershtur që ne i nderojmë sot me këtë certifikat mirënjohje, ashtu sikurse edhe përmendur pak më parë, bashkëpunimi interinstitucional është një nga elementet më të rëndësishëm të punës për të dy, si për Nexhipin, ashtu edhe për Luanin, por edhe për ne si institucion prefekture. Ky bashkëpunim ka qenë në vimësi dhe patjetër do të jetë edhe më tej, edhe me policinë e shtetit. Kemi kënaqësinë të kemi prezencë sot dhe drejtorin e policisë, unë madje e ftoj. Mirënjohjet dhe Nexhipit dhe Luanit, po si Nexhipi dhe Luanit kërkojnë të jenë sa më shumë. Ishin vitën e kaluar, por gjenerasin që ta falenderoj personalisht edhe gjithë repartin, por dhe në këtë periudhë në luftë me zjarret, zjarfiksi Luan Kapaj dhe specialisti zonave të mbrojtura Nexhipi Solakoj janë në vijën e parë të frontit, duke sakrifikuar për të kryer me përkushtim detyrën.